Kastrati, përshëndetje zoti Kastrati, faleminderit shumë që ke gjetur kohë të lidhesh me ne, është hidrolog tek Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Mirëmbrëma dhe faleminderit për kohën, fillimisht. Mirëmbrëma, përshëndetje për të shikuesit e të vjeçit. Isha duke u munduar të jap këtë idenë e këtyre të rreshrave që erdhën natyrisht të dendura në gjithë rajonin, apo jo, zoti Bashkim? Ju jeni më i thirrur, më korrigjoni në fakt. Çfarë po ndodh me motin? E tho shumë drejt, Arben, sepse jo vetëm se Kosova gjatë këtyre ditëve ka qenë e përfshim prej këtyre vëshimeve apo përmbytjeve, sepse, siç e the edhe Shqipëria, konkretisht pjesa qendrore dhe veriore e saj, por edhe pjesa Malit Zit, Bosnjës, por edhe në Itali ka pas përmbytje, do thotë, të shkollave të ndryshme. Dhe kjo është si rezultat i çka? Është e zakonshme në janar, ishte stuhi, çfarë po na pret në fakt me motin, cilat janë parashikimet sipas jush? Po, nëse, siç e dini, ne në vazhdimsi mundohemi që paraprakisht të bëjmë faktikisht të bëjmë njoftime zyrtare përmes institucioneve, do t'i njoftojmë edhe qytetarët. Edhe në këtë rast natyrisht ne kemi vënë një publikim apo një njoftim të tillë ku kemi thënë se gjatë ditëve në vijim pritet sasi e rreshjeve me intensitet të lartë e kështu me radhë, dhe fillimisht do të përfshihet pjesa perëndimore e Kosovës, edhe natyrisht do të thotë do të ketë edhe vërshime të shpejta apo edhe përmbytje lumore. Fatkeqësisht këto kanë ndodhur, natyrisht për masat janë të mëdha, një përmbytje të tillë të një shkolle, ndoshta pak më të vogël e kemi pas vitin 2021, konkretisht pranë janar të vitit 2021, përsëri ajo përsërit pas 5 viteve, domethënë në situatën të cilën e kemi edhe tani. Ne në institut natyrisht kemi rrjetet monitoruese apo sistemet e paralajmërimit hershëm, përmes të cilave i mbledhmi informacionet në kohë reale përmes stacioneve automatike meteorologjike edhe hidrometrike nëpër Lumej. Pastaj ato natyrisht jemi munduar që sa më shpejt ti mbledhmi, pastaj ti shohmi se çfarë realisht është ndodhur, në mënyrë që edhe njoftimet e tona të cilat i kemi bërë në vazhdimsi faktikisht i informojmë institucionet por edhe qytetarët se cilat janë tendencat, gjithsesi trendet e këtyre parashikimeve, domethënë për orë gjithsesi ditët në vijim. Dhe vetëm se pak para disa orëve ne kemi lëshuar 2 njoftime apo 2 informacione zyrtare. Njëra ka qenë që kemi konstatuar se është me rëndësi për publikun edhe për qytetarët, tendencat gjithsesi aktualisht se çfarë gjendja në Lumejt kryesor të Kosovës. Dhe sipas këtyre të dhënave të cilat neve na vijnë pra në kohë për i rrjetave tona monitoruese, kemi pasur fatmirësisht në pjesën perëndimore të Kosovës, përveç lumit Drinit Bardh, i cili natyrisht derisa të bëhet kullimi i tërë sistemit lumor të kësaj pjese nevojitet edhe disa orë, dhe nëse tani ndërprejnë rreshtet e shiut, por lumej të tjerë do thotë në pellgun e Drinit Bardh kanë tendenca të rënjes, gradualisht do thonë duke u tërheq në për shtretrit e tyre. Problema momental paraqitet pjesa qendrore e Kosovës, gjithsesi lumi i Sitnicës, ku kemi një ngritje të nivelit të tij, ku natyrisht kanë kontribuar apo edhe rrjedha gjithsesi lumej të cilët gravitojnë në te. Por sipas njoftimeve i dytë i cili është përhapur gjithsesi të cilin ne kemi bërë publik gjatë orëve të vona të natës së sotme, parashikohet që këto rreshje të shihet gradualisht gjatë natës ose orëve të para të mëngjesit të kalojnë në rreshje të borës gjithsesi, dhe kjo do të vazhdojë për kështu gjatë natës edhe gjatë ditës së nesërme, të cilat natyrisht fillimisht do të shtrihen nëpër zonat më të larta malore, por parashikohet që me rënjen e temperaturave ato të lëshohen gjithsesi të ketë rreshje të borës edhe në viset më të ulta. Natyrisht apeli ishte, i dëgjova me vëmendje dhe ministrin edhe 2 kryetarët komunave, apeli është që natyrisht mund të krijon stresat të akullit e kështu të bëhen rrugë të rrëshqisme, por më rëndësi është që ne mendojmë që këto rreshje të borës do ta ulin faktikisht apo do të japin mundësi kullimit të pellgjeve gjithsesi lumejve dhe ta tejkalojmë këtë situatë me vërshime gjithsesi përmbytje të cilën e kemi deri më tani. Okej, çta çarçojmë edhe një herë, të shkojmë dal ngadal me këtë njoftimin që keni bërë sidomos me çështjen e lumejve. Ai çfarë ju po paralajmëroni është që Drini Bardh do të qetësohet, sipas asaj që po pritet. Problemet do të jenë në Sitnicë, në qendër të Kosovës, duhet të kemi vëmendje. Kjo është Sitnica ka karakter fushor.
Qartë. Edhe të gjitha degët, lumet, në këtë rast do me thonë lumi që përmeni i Graçankës, do me thonë, pastaj edhe lumi i Drenicës, pastaj lumi i Llapit, e kështu me radhë ato momentalisht kanë ngritje të lehtë. Dhe sitnica për shkak karakterit të saj fushor, edhe nëse tani ndërprehet sasia reshjeve, nuk ka reshje, ajo gradualisht i vyn edhe disa orë gjithsesi deri ku arritat maksimumin e saj dhe pas